محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falenderimet, lavdrimet, adhurimet tona të kënë Allahut mënduar. Ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu vesselam është rob dhe dërguar i Tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, kemi përmendur se Allahu i mënduar njeriu t'i dha mundësi të shumta të ndryshme. Të kaj Allahu Gjallahu Ala krijoi potenciale të ndryshme, që gjitha këto i ndihmojnë në realizimin e qëllimit për të cilin edhe u krijua njeriu. Në kuadër të këtyre potencialeve është edhe potenciali garues. Natyrshëm njeriu garan, natyrshëm tërhiqet, ka garat e ndryshme, ka qëllimet e caktuara, dhe të jesh pjesë e garës, të jesh garues, nuk është problem në vete. Mirë po problemi fillon të shfaqet atëherë kur njeriu bëhet pjesë e garave të pakuptimta, bëhet pjesë e garave të dëmshme, bëhet pjesë e garave që nuk e tejkalojnë kulmin e kësaj bote materiale. Kur gara shndrohet në armiqësi, në urrëtie dhe luftë ndërsjellët, e atëherë kjo është garë që Kurani e ndalon. Për shkak se nuk është garë që e fisikron njeriu, nuk është garë që i ndihmon të jetë i suksesshëm, por është një garë që e tërheq drejt dështimeve dhe humbjeve në këtë botë edhe në botën tjetër. Prandaj të nderuar vëllezër, ne duhet gjithmonë që këto begati, këtë potencial për garim, sikur që është potenciali i kuptimit, Allahu i dha njeriut potencial të mjaftueshëm për të kuptuar gjërat. Gjitha këto potenciale, këto forca që Allahu i dha njeriut, është shumë më rëndësishme me i kontrolluar në vazhdimsi sa a janë funksionale në shërbim të qëllimeve të kërkuara. A janë potenciale që po i shfrytëzojmë për të mirën tonë apo për dëmin tonë. Masa që ne matemi në këtë aspekt të gjitha aspektet tjera dhe referenca e njësive matëse është fjale Allahut dhe fjale Muhammed a.s. Andaj, njëtë për dëshme njerëzit garojnë, në fusha dëshme, nga njerë dhe pa vedije mund të kap njëri u vetë në disë është pjesë e garës. Mirë po duhet gjithmonë që tjetë i kujdesshëm për këtë garë. Çfarë qëllimi ka me këtë? Çka synohet me këtë garim? Sa po shpenzon për këtë garë? A është shpenzim i mjaftueshëm, mos është i tepërt? E kontrollat vazhdueshme që duhet njëu t'ia bën vetes së tij që mos ta shpërfill begatinë e jetës. Allahu xhallahu ala në Kur'an na tërheq vërejtjen të nderuar vëllezër, se ka njerëz të cilët e kanë zhvlerësuar në maksimum jetën, ndërsa në vazhdimsi kanë qenë të bindur se janë duke bo mirë, në vazhdimsi kanë qenë bindur se po shkojnë drejt suksesit. Mirë pa Allahu xhallahu ala thot: "Dalla sa'yun fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Këte janë ata që u shkoj hoq mundi, gara, lodhja, djersa, u shkoj hoq për shkak se ishin garuar në mejdanet të gabuara, jo të duhura, dhe ata në vazhdimsi kishin përshtypje se janë duke bërë mirë. Nuk ka më keq të ndërozat se zhgënjimi njeriut ditën kur e sheh realitetin e nuk ka mundësi me ndryshu. Shikon këtë botë, mund të zhgënjesh për një veprim të caktuar, mund të zhgënjesh për një vendim të caktuar, mund ta kuptosh se e ke pas gabim dhe përpara vetes ke mundësi ta bësh hapin e duhur të përmirësimit,
kjo është mirësia e madhe, kur t'jepet mundësia të përmirësosh, t'jepet mundësia të ndryshosh situatën. Kjo është me vërtet begatia e madhe. Mirë po është në anën tjetër zhgënjimi i madh, humbje e madhe, ku njeriu e kupton se ka pas gabim, ku njeriu kupton se i tërë rrugtimi i tij ka qenë në drejtim të gabuar, por mundësia për ta përmirësuar rrugtimin dhe për ta riorientuar jetën ka përfunduar. Nuk ka mundësi mo. E pastaj njeriu derë edhe gjak në vend të lotëve, por kot e ka. Vajton e klith, e lut Allahun për kthim, e pamundshme është. Prandaj të shfrytëzojmë mundësi sa jemi në këtë dunja, të bëjmë rishikim të jetës tonë, të bëjmë një rivlerësim të përpjekjeve dhe angazhimeve tona, a janë në drejtimin e dur, a jemi pjesë të garës së dur, që na nderon dunja dhe na ngrit e shpërblen ditën e gjykimit. Çka na ndihmon që t'jemi si duhet në këtë garë? E kam përmendur në takimin e kaluar se cilat janë garat tona. Ne garojmë që t'na don Allahu i mënduar. Ne garojmë që ai të jetë i kënaqur me neve. Ne garojmë që të fitojmë xhenetin. Do të thotë gara jonë si besimtar të i kalon dimensionin e kësaj bote. Ne mendojmë dhe planifikojmë dhe vizioni jonë është për te kësaj dunjaje. Mirë, po kjo dunja është padyshim pjesë e rëndësishme e kësaj gare, nga se këtu garojmë për të fituar nesër në botën tjetër. Andaj kështu besimtari bëhet shumë vizionar, shumë largpamës, shumë i ngritur për te nivelit materialist të kësaj dunjaje dhe kohës së shkurt që kjo dunjaje afron çdo kujt për njerëzve. Çka duhet kemi parasysh në këto gara të ndërlozë? Që t'jemi gjithmonë të orientuar ka duhet, që jeta jonë çdo ditë të merr vlerë të re, të shtohet vlera jetës tonë, të shtohet çmimi i jetës tonë, të shtohet shpërblimi veteve tona. Çka duhet kemi parasysh? Çështja e parë të ndërlozë, për çdo garues, e gjithë jemi garues, që duhet të ketë parasysh është shfrytëzimi i duhur i kohës. Kjo begati e madhe që Allah është betuar në të wal asr, betojmë në kohën innal insana lafi khusr. Njerëzit fatkeqësisht janë në humbje në raport me shfrytëzimin e kohës, në raport me vlerësimin e kohës. Ku shkon koha sot? Paramendoni një garues të ndërruar vëllezër, i cili kohën e garës e ka të kufizuar dhe duhet me fitu në këtë garë, ai përgjatë garimit humb kohë në shpërputhje me cakun që është nisë me arrit. A mund të jetë garues i mirëfillt? Padyshim se jo. Paramendoni për shembull në një lojë futbolli për shembull, apo në një garë vrapimi, çka do qoftë. Në këtë garë kush përfiton? Dhe disa lojtarë nga ekipi i caktuar, brenda minutave të lojës, brenda kohës së garës, ata ndalen dhe diskutojnë për tema të caktuara, për shembull, ku e diun çfarë tema ndryshme diskutojnë, ndërsa loja vazhdon, gara vazhdon, kundërshtari po jep gola, po shënon kundër neve, ne po humbim, ndërsa ne vazhdojmë diskutimin tema të pa duhura në dëm të garës. A është kjo e mençur? Çka do thoni për ta sportist? Çka do thoni për këta garues? Çka do thoni? Padyshim se është mendelesi. Andaj edhe ne koha po na shkon, jeta po ec. Ne duhet të jemi pjesë të garave të vazhdueshme për t'u ngrit, për t'u përmirësuar, për t'u pastruar, për fituar shpërblime, për të dhënë kontribut sa më të madh, për të lënë sa më tepër gjurmë të mira në jetën tonë. Gara po vazhdon, garuesit po ecin, njerëz po bojnë mirë, jeta po shkon, koha po kalon, gara po përfundon. Ndërsa shumë nga njerëzit janë nal anash dhe po vazhdojnë diskutimet për tema që fare s'u përkasin, s'janë tema tyne, janë të angazhuar në punë që absolutisht nuk i shërbejnë garës, përkundrazi i shërbejnë dështimit dhe humbjes në këtë garë. A është kjo mençuri? Padyshim se jo. Andaj njerëzit të ndërlozër e ruajnë begatin për atë se e vlerësojnë. E ruajnë begatin për atë se e vlerësojnë. Sot njerëzit për shembull, sa japin mund me fitu para, lodhen, angazhohen, dhe është normale, duhet me punu. Sa pastaj mundon me ruaj këtë para, mendojnë disare, a me harxhu këtu, apo me harxhu këtu. Pastaj edhe në mall caktuar, kanë dëshirë që
të bëjnë një kompromisin në çmim, të ulet çmimi që sa më pak të paguajnë. Pse e bëjnë këtë? Për shkak se duhen me rujt atë që kanë fituar. Duhen me rujt paranë që sa më tepër ta shfrytëzojnë, sa më mirë ta shfrytëzojnë. A gjem të njëjtën me kohën, apo koha për neve është më pak e vlefshme se paraja? Të ndërru vëllezër, koha e sjell paranë, jo e kundërta. Paraja nuk e sjell kohën. Mush me i dhënë miliona, po s'u kthen kohën. Sa njerëz vdesin e kanë miliarda. Miliarda kanë në kontot e tyne. Sikur të kishin mundësi me e ble rinin, kishin me e ble, me u krye 30 ditë mrapa, para kishin dhënë. E pamundshme është. Koha nuk blihet. Koha shfrytëzohet dhe përfiton nga ja apo humb. Nuk kemi shumë opsione në raport me kohën. I kemi 2 opsione. Opsione e shfitimit, të shfrytëzimit, apo opsione e humbjes dhe dështimit. Cilën opsione ke zgjedhë ti në raport me kohën që e ke, në mundësinë që e ke? Sa e runë kohën tënde? Sa pyetësh për këtë kohë që e kalova? Këtë gjysmë ore, këtë 1 orë? Çka fitova? Çka mësova? Çfarë kontributi dhash? Çfarë produktiviteti manifestova? Ka në mësova? Kujt i bona dobi? A e kënaqa Zotin tem? A kryo një obligim? Mërë në kohës që e kam. Apo shkon koha kot në rrjetet sociale, shkon koha kot në muhabete, diskutime, çajit e kështu me radhë, në tema të padobishme, sterile, të pafryshme, kështu me radhë, ndërsa 10 obligime mbi qafën tonë, të pazbatuara, të pakryera, e jeta po shkon. Prandaj, të ndërru vëllezër, shenja e parë që tregon se garuesi është i vetëdijsuar, është në drejtimin e duhur, është qasja e tij karshi kohës. Si e shfrytëzon kohën ai, si e mbush kohën ai. Hasan al-Basri rahimullah ka hyrë një ditë në xhami e i ka pa do njerëz duke diskutuar muhabet. I ka kryer punë të vetë, është fale, ka dalë mi kryer punë tjera. Jeta ka një obligime. Është kthyer në xhami, prapi ka gjetë njerëz të një xhami. Diskutim muhabet, asgjë tjetër pos muhabetit. Asnjë kontribut, asnjë adhurim, asnjë produktivitet. Çfarë tha Hasan al-Basri rahimullah? Ky njeri mençur, ky dietari kohës së kaluar tha, sikur të kisha mundësi, krejt mallin çka kam, mua dhën këtyne për më marr kohën kisha më dhon. Jo kisha bli kohën që nëse këta kanë kohë tepër s'po ju duhet, po koha zblihet. Koha është hise çdo ku që i ndahet. Edhe ka njerëz që kanë kohë tepër, andaj dëgjon për shembull s'po shkon hiç koha. Dëqysh bajat, thot po shkoj që atje me u pak vakt, por no, ka kohë me humb. Nëse njerëz të vëmendshëm, të kujdesshëm, ata me mujt blejnë kohë tjetër nga se ajo kohë që e kanë nuk ju del për të përmbush ambicit e tyne, për të përmbush misionin e tyne, për të përmbush planet e tyne, që ata i kanë jetë në kësaj bote. Prandaj cili je? Ai që fiton nga koha apo ai që humb nga koha? Ai që synon me fitu kohën apo ai që synon me humb kohën? Cili jemi? Është fatkeqësi e madhe që edhe pjesa më e ndihshme e shoqënisë, pjesa më e shëndetshme e shoqënisë, rinia, fatkeqësisht ka një vëdije të ulët në raport me kohën. Ku ju shkon koha? Në kohën kur më shumë duhet me lexu, në kohën kur më shumë duhet me arrit, në kohën kur më shumë duhet përpjekje, i gjejmë sikur të jenë domthon pensioner të shtyrë në moshë, kanë kryer këtë çka kanë nga jeta, tash kanë kohë me najt, e diskutu, e shetit, e bo muhabete, kështu me radhë. Ku është rinia? Ku është rinia? Të parët tonë na ka mësuar që edhe njeriu në momentet vdekjes mundohet të dobishëm. Shikoni të ndërlozër, Muhammedin alayhi salatu wasalam, gjithë jeta i ka shku duke i mësuar njerëzit, duke i përmirësuar njerëzit, duke i pajtuar njerëzit, duke u bë mirë njerëzve. Në momentet vdekjes i kishte edhe ai mundimet e tij. Ndodhe që t'i binte të fikët nga ngarkesa e smundjes, e kishte një enë me ujë afër veti, dhe merte nga kë enë, këndelej, me ujin, kërkon të pak freski nga pesha e rënd e situatës, në atë moment, pak si këndelej, çfarë bënte? Bënte pyetje, a ju fal njerëzit? A kanë falë namazin? Mos më presin me dalë mua se kanë falë namazin. Domthon gale e tij duke vdek, a i kanë kryer obligimin ndaj Allahut.
Pastaj jo vetëm kaq, po çfarë thonte? Përveç namaz çka thonte? Kujdesuni, pak këndellej, pak merrte fuqi, dhe atë fuqi të fundit që e kishte, ku e shfrytëzonte? Për ti këshillu njerëzit, thonte, kujdesuni për emanetet juaja, kujdesuni për përgjegjësitë, çdo kush keni përgjegjësi. Kujdesuni për përgjegjësitë, për kompetencat, për detyrat që i keni marrë obligime, zbatoni obligimet. Kështu vdiq pejgamberi alayhis salam. Fjalët e fundit i kishte dert për njerëzit. E harroi smundjen, gajlen, problemin e tij, ndarën nga familja, vdekja po i vinte, ndërsa i bonte gale për njerëzit. Këta njerëz të mëdhaj. Andaj ky garues i dur, që ky, i cili domon keq çka ka nga jeta e tij, e shfrytëzon për të bërë mirë, madje edhe frymën e fundit. E ne kërkojmë një vetdi e tillë, një shfrytëzim të tillë të kohës, që tregon vetdijen, tregon qartësimin e qëllimit, e din ku po shkon, e din ku është nis, e din se atje ku është nis është shumë shtrajt, i duhet me të vërtet shumë pasuri për ta blerë xhenetin, nuk ka kohë me humbë së koti, nga se çdo humbje është një hap mbrapa. Dhe ky besimtar ndërozë, ky besimtar e ka një rregull në jetë që me të dua me përmbyll këtë pjesë të hutbës. Ky rregull i pandryshueshëm. Ky ligj i Allahu xhalla xhelaluhu, që në jetë nuk ka stopim. Jeta nuk njeh ndalje. Edhe kur flan ti jeta ec. Ngjarje zhvillohen. Edhe kur rrin ti je duke ec realisht. Nuk ka ndarje. Mirë po, fakti që nuk ka ndalje, çka nuk kupton? Ka lëvizje. Këtu pastaj do shikoj njeriu. Lëvizja e tij është zbrapsje apo ecje përpara. Ka jetu ec. Ai duke ec gjithmonë përpara. Çdo ditë është më e mirë e jotja. A din sot më mirë se që ke ditë dje? A je sot më mirë se që ke qenë dje? A je më i kompletuar se që ke qenë dje? Sot a ke bërë më shumë kontribut, produktivitet, sjellje të mirë, më shumë se që ke qenë dje? Në çfarë drejtimi po ec? Sikur që tha Allahu xhallahu ala, liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Mundësia është për çdo kënd që të përzgjedh sa don të ecë përpara, të qaddam, të ecë përpara, të zhvillohet, të arrijë, të formohet, të plotësohet, apo të shkon mrapa, në cilën ka hjenis, në plotësim, e ngritje, e produktivitet, apo zbrapsje. Fatkeqësisht, shpesh herë të ndërlozër në takimet tona, në komunikimin ton, e qajmë kohën e kaluar kur atër po valla, i në animu ma shumë, i në dasht ma shumë, i në kënë ma afer. Parmendani kur 20 vete kaluara, janë më të mira për raportet tona se 20 të arshme. A është kjo arritje? Prandaj duhet të vëdësohemi. Ta shëzëm kohën dhe çdo ecje e kohës të jetë një ecje zbashku me neve, drejt përparimit, drejt ndryshimit pozitiv, jo ngecjes, jo mbetjes muhabetet të së kaluarës, që kur sëm po dalin për tyne, njëtat muhabete, njëtat diskutime, njëtat debate, ndërsa koha ka ecë. Njerëz po zhvillohen, njerëz po ecin në çështje madhore, na kena mbet halon do muhabetet, çajet, të kafës e kështu me radhë, ndërsa dunjoja po ec, jeta po kalon, vdekja po na pret. Atëra kur këna më u këndell. Ky është garuesi i vetëdijshëm dhe i vëmendshëm që duhet jemi të kujdesshëm të ndërlozur në raport me garën, në raport me faktorët që për të caktojnë suksesin tonë në këtë garë, Zoti na ndihmoft në lehtësoft. Kërkoni falje nga Allah, nga sa Allah falas. Dhe është më shuduhe se kulu kauli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammu at-taslima ala khayri khalqillahi ajma'in. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Të nderuar vëllezër besimtar. Gjitha këto fjalë që i thash dhe shumë tjera që mund të thuan, asnjëherë nuk kisha pas dëshirë që të trajtohen si fjalë të zakonshme. Po e dim çashtu valla, po. Jo kështu. Jo që këtë këshill vetëdijsuese për gjithë neve. Këtë lajm kaq të rëndësishëm, këtë mundësi kaq ideale që kemi këtë dunja, ta trajtojmë me një thjeshtësi, me normalitet, me diçka të dëgjuar më herët. Jo kështu. Hajde gjithë së bashku, këtë fjalim, këtë gjuma, këtë këshill, ta marrëm si pikë të ndryshimit që të ecim përpara, si individ, si familje dhe si shoqëri, të dalim nga gërçi i debateve, diskutimeve, shterpe që po na lodhin, po na përçajnë, po na ndajnë, s'po na me u zhvillu përpara.
A nuk është të mërshme që për shkak të debateve caktuara, të përkatësive partijake të rraha njerëz në zveti, të vritin sikur se pa të mrasin. Shiko ku kemi met, shiko ku është debati. E çfarë debati du të me pas të rinjit? Du me pas debat në shkencës, të arritjes kontributit, të vlerave, të thimit të Zotit të Bareku ve Teala, që me fuqinë e besimit ta bëjnë ndryshimin e vetvetes dhe të vendit që i pret me bëjnë ndryshimin. Kjo është rinja që ne kërkojmë. Por jo lojna, jo argëtim, jo humbje kohe, zvarritje në për rrugë e kështu me radhë. Ndërsa shkollimi, arsimimi ka mbetë ndoshta i fundit në agjendën e shqetësimeve dhe i fundit që jemi në gjendje t'ia kushtojmë kohën. Libri me e lexu është ndoshta pika e fundit që kemi gatishmëri t'ia ndajmë kohën. Për gjithçka kemi kohë, ama s'kemi kohë për Zotin, ama s'kemi kohë për librin, ama s'kemi kohë për vendin, ama s'kemi kohë për njëri tjetrin. Pra kjo është problem që duhet me ndryshu të ndërvëzë, të gjejmë kohë për veten tonë, gjej kohë për veten tonë e masfari, shiko ka jetu ecë, bëre njëri shikim të vetës tonë, të orientimit, e thuj vetës tonë, ka jenis kështu, qka për me ndonë me bo, pëtë vetën tonë, dhe përgjigja mos tjetë ankes, e klithmë, e britmë, po dhe tjetë ndryshim, si ku që ne kam su pejgamberi a.s. duke thënë, shikoni, deri në qëfar pike shkojnë mësimet e pejgamberit a.s. Islam thënë që këtë potencialin e garimit, potencialin që t'je sa ma bëmirës, ta shfrytëzosh deri në frymën e fundit. Çfarë tha pejgamberi a.s. Po i thomë 2 hadithe po e përfundoj. Një hadith ka të bëj me gjithë neve. Një hadith ka të bëj me njerë që kanë me taku atë kohë. Çfarë tha pejgamberi sa? I dërguari tha, kush vdes me bindje të plot, me bindje të plot, dhe sinqerisht thot, la ilaha illallah, ka me hinë xhenet. Më shiko këtë njeri, deri në moment fundit, tenton që ta rikonfirmon lidhen me Allahun te Bareku ve Teala, besimin Zotin që e ka, deri në fund. Andaj, kjo gara ti që përfundon me këtë deklarim, se në emën të kësaj fjale kom jetu, garat i kom koordinu në bazë të kuptimit të kësaj fjale, shpëlimit i çka mund tjetë pas xhenetit. Dhe hadithi i dytë, tha pejgamberi sa, kush ka në dorën e tij një filiz, don me mbjell, është duke u bë kiameti. Kiameti kur të bëhet në vëllazër nuk mbjell, po ai shkatërron. Kiameti është shkatërimi i dunjas që ka më ardh, Allah na ruaj. Tha pejgamberi, kush e ka në dorën një filiz, e kiameti është duke ndodhur, le të mbjell. Ti bën punën tonë, ti mjelle. Çka ndodh mas teje s'është përgjegjësia jotja, por ti bënë produktiv, ti bënë kontribut dhënës, ti bënë ai që mbjell optimizëm, ai që mbjell inkurajim, e jo të kundërtën. Sot një iniciativë marrë dikush me bo, çka thonë? Për kënd për bën. Ata din dikusha, pse po mëson? Pse mos kemi një punë kështu më radh? Këto janë qasje destruktive. Kjo është frymë armiqësore që synë më na dekuraju, më na shpartallu, me zbraz këtë vend nga rinia e me shku dikun tjetër, ku ata i inkurajojnë, i stimulojnë, i pagujnë, dhe së venin boshatiset, nga se s'kan gjetë një fjallë inkurajuse, fjallë miradije që dikush ju thot, rëburë se javlen, edhe me dhe që javlen jetën me edhon, javlen kohën me përkushtu, për të mirë në asaj që në kam su Allah dhe pejgamberi a.s. nga se mundi i mirë kur s'humbë, sikur që edhe mundi i keq, kur nuk harrot, po ka me u dhonë lugari për këtë. Përndaj të ndërmëzër, bëhu bëmirës, garan në punë mira, garan në inkurajim, mos të garojmë kush po dekurajen ma shumë, kush po shanë ma shumë, mos të garojmë kush po e zbraz këtë vend ma shumë, jo, po kush po inkurajim për me të ma shumë, kush po apë hapsira shpresit ma tepër, që kjo është gara jonë. E këtë këna mundësi me bojë, zëtë cilin fushat tona, që të hapër mundësin për në të ardhë më ndryshme, për ndryshim pozitiv, duke filluar nga shfrytëzimi i duhur i kohës, nga orientimi i duhur i jetës dhe bamirësia e vazhdueshme, kontributi i vazhdueshëm për ndryshim, pavarësisht faktorëve dekurajues dhe destruktiv. Allahu na përmirësoj gjendjen. Allahu na bëf jetën të bereqetshme. Çdo moment i kësaj jete qoftë më i mirë se i kaluari. Çdo ditë
Lusë Allah në tjetë më e frytshme, më e begat, më produktive, më kodibodënës, se që kemi qenë ditën e kaluar e javën e kaluar. Dhe është Allah i manuar që gjdo ditë të jetë një mundësi për të përmirësu, gjdo ditë që Allah në jep jetë këtë dunja, të jetë një mundësi për të afru me Zotin Gjelle Gjelaluhu, për të përmirësu raport me te, pastaj edhe për të përmirësu raportin me njëri tjetrin. Dhe është Allah që gjdo ditë e të duhemi ma shumë, e të afrojmë ma shumë, e të unifikojmë ma tepër, e të bashkëpunojmë ma shumë, e të shojmë ma mirë, e të vdesim faqebardh dhe të vdesim duke e përmbushur jetën me kontribut, shfrytëzim të dur dhe garim të mirëfillt në punë të mira dhe fisnike në ato që Allahu i dën. Zotin e përfundoft jetën faqebardh e në mundësot dalim për Allahut faqebardh. Allahu në ndihmoft në punët tona, në ruajt nga punë të liga. Allahu në ruajt nga gjdo njëri që në dekurajan, në ruajt Allah nga gjdo ligjerim, nga gjdo fjalë që në largon nga vendi jonë, në largon nga njëri tjetëri. Lusë Allah në gjellë gjellaj që t'jemi nga ta që flasin edhe bashkojnë zemra. Allah i shërof të smurit tanë, Allah i më shërof të vdekurit tanë, e në bashkof zbashku me ta në gjennet. Inna Allahi wa malaikatu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah.